20 ditë pas formimit si drejtori rajonale, pjesëtarët e policisë në Gjakov po shkojnë drejt konsolidimit. Kështu shprehet nën kolonel Ahmet Hasi, drejtori i kësaj drejtorie. Kem fillu me konsolidimin e disa njësive, punët po shkojnë mirë, situata ka qenë mjaft e mirë, për çka i falenderoj të gjithë qytetarët e vullnetit mirë që kanë ndikuar në forma të ndryshme që situata të jetë e qetë, edhe me rastin rrimit të matmotit, edhe në festat e para vitit të ri, edhe ma vonë me një kulturë mjaft mirë që patëm në komunikacion për këto ditë, që përkundër disa vështirësive që patëm në rrugët tona me bore, me mot të ligë, ke një situatë shumë e mirë, edhe në komunikacion, edhe në sferën publike, edhe në gjitha elemit e jetës këtu. Ndërkohë që edhe sfidat po janë prezente edhe në këtë institucion të sigurisë. Kem disa vështirësi, se na kena fillu pare, kena ende mungesë të logjistikës, mungesë të aseteve, kena mungesë të personelit e gjëra të tjera, mirë po gjitha këto sfida që kem nuk do të thotë që e pengojnë zhvillimin edhe e pengojnë fuqinë tonë që të bëjmë që të kryejmë detyrat tona që të jenë përgjegjës për sigurinë në Gjakov. Nga ana tjetër, komandanti i stacionit policor në Gjakov, Kris Gjokaj, thotë se viti që lan pas u karakterizua nga një siguri e përgjithshme. Kemi ramje të dukshme në çdo aspekt. Faktikisht në detyrat e operacione kemi ngritje, mirë po në aspektin e rasteve kemi një ramje simbolike. Unë mund të them edhe shifra që nga viti 2014 që bëjmë krahasim edhe me vitin 2013, domethënë është një ramje prej 482 incidenteve. Zbriti kanë shënuar në kryesisht vepra penale kundër pasurisë, ku kemi një zbritje rreth 20% të rasteve. Në sa rast kundër jetës së trupit kemi këtu prapë një zbritje rreth 12%, por ajo që neve na shtojnë vëmendjen prapë kemi rastin të vjedhjet. Edhe këtu kemi një ramje të rreth 12%. Vlet të sekët se ngjarjet më të rëndësishme apo më sensitive se janë rastet e vrasjeve, viti 2014 ka shënuar me raste minimale pothuajse gjatë tërë pas luftës që kemi vetëm 2 raste. E formimi i drejtorisë lejon që punët të jenë më efikase dhe siguria më në nivel. Natyrisht që kemi lehtësina sidomos në aspektin administrativ, po ashtu kemi lehtësina edhe në aspektin operativ. Edhe ky fillim vit është nisë pothuajse shumë mirë, shpresojmë që do të kalojmë prapë tepër mirë dhe natyrisht që me formimin e detyrës rajonale do të kemi edhe përkrahje edhe më të mëdha nga detyria përkatëse. Krejt këto raporte u dhanë gjatë një vizite që bëri stafi i televizionit Syrivision në drejtorinë rajonale për të uruar formimin e drejtorisë.